Unë rash dakord me firmosin me Shafauzenin, edhe ditën tjetër, do me thonë unë nuk e dija projektin e menaxherëve se Po, synimi jem ka qenë veç me shku në Super League. Po. Mirë po, fillova stërvitin me ekipin e Shafauzenit, edhe mbas 3 ditëve marrin telefon menaxherët, thanë në ora 9 mëngjes kemi takim me avokatin që ishte për i agjencionit, edhe tha duhet me bisedu për disa gjëra. Thash, unë i thash telefon, po sa firmose me Shafauzenin, unë s'kum bota një gabim, ku me shku, kupton? Jo, tha kena qështu, edhe shkova avokati, ishin të di menaxherët, Arbi dhe Erdini, edhe ti tha se kene shuj kontratë 6 mujoshe me Shafauzenin, thash po. Thash ma shumë se vazhdoj. Jo, tha, kjo është kontrata tjetër, tha, para kontrata me Sangallën, tha, nga një korriki, tha, je futbollist i Sangallës, Super League. Do me thonë mu merë si bumerang, se nuk e presja, kupton? Edhe kur e din se idenë se kime shku në Super League mas 6 mujve, je shumë ma i lirë, kupton? Edhe lumë pa emocion, pa presion, se s'ki do një lloj presioni se që se bim për ligës shka ndodhë. Edhe u gëzum shumë, do me thonë një arritje shumë e madhe, për 6 muj skuadra Shafauzenit, nga vendi fundit, jenë afru 4 pikë larg vendit parë. Po për fat keq se vetëm një ekip unë gjetë Super League. E do me thonë nga vendi fundit, jenë gjetë vendin e dytë, edhe për 3 pikë 4 ka qenë diferenca për mu shku në Super League. Po ajo është një veçori shumë e veçantë për shkak se tot 11 futbollistët që kemi qenë titullar në Shafauzen, nga një korriki kanë qenë futbollista të Superligës. Po, tot 11 futbollistët. Ka qenë Steve Lang, shkëlqim Demhasaj mo aty ka bëkolla. Po, do me thonë që shkoj te ekipi Lucernit, portieri është transferuar te Sangalla, trajneri shkoj te Grashopersi, morë edhe 3 futbollistë me vet.